Praktikisht vogël do të përballem familjarët e mi, e fisi jam privatisht. E rëndësishme është në gjithësi. Kanë marrë flok tanë shtëpiat, tanë pajiset, vishë kanë mësuar. Pse? Shkaku i dritave. Po normal se ka bëu dame. Jo sot, po me vite. Se nall, drita e shumë që vjen. Ne s'kena drita fare. Se nall. I dini inxhinierët pse nall. Problemin e transformatorit, lidhje direkte. Është jashtë çdo lloj kontrolli teknik. Hyp në verifikoni, nëse ka sigurisht askun, nëse ka fejkun, janë linja të lidhme direkt. Sa herë jam anguar. Drejtor mas drejtorin lez. Kam shku ke kujdesin ndaj klientit, kam dhënë intervistë, jam kërcënuar edhe me burg, edhe ke shki funit nuk kam qenë. Se kam bësh. Ka hapash, do bëjnë hapa private individuale. Konkretisht nuk e jap, e di unë se ç'do bëj. Nuk e tregoj. Na kena kërkesë punë e drejtë, linja dub shërbim se thosh nuk ka, s'kan çaj bajnë, mos i linja është këtë e prishme, e djegme, kontakte, ashtu. Edhe më kena pas fatale, se to është shtëpia tëm, impiantet elektrike tëm. Se për shatu, shefe se to, se karo telin, kanal, tjerë të janë bashkom, shefe, izolatori në ganjë, telin në ganjë, për i gotë izolatorit. Problemet sa dosh, po, inshallah, do të na nimoni, dam na kanë bon, se i herë kërësisht të vjen korendi dob. 60, 70 volt. Ka si vjen me hopa, kështu vjen shpotje disa herë, fake news. Po ka normale, Japone është katastrofë, jo normale. S'ke si i thonë normale, me tanto probleme që kena. Ne koshë edhe pagos të regull, ose lloj me shtetin, për mos me na u përgjigj. Ka drejtë edhe ai me na u përgjigj me shërbimet, me ato forcat e veta, si ka elektricista, ai bazë materiale, të parë në rruga i herë, plakët çdo gjë. Unë nga shqetësim se dritat ka dalë mbrëmë shumë pak pa kanë dalë me forcë, më kanë dhënë frigiderin e kontinierët, e shpejt më ka marrë flakë, i kam karë kom fije. Asnjëherë as u bëj më, ke kem pa bëu vetë u bota 50. Nuk ka interesuar kur preshëm më lek. Lekë nga pagu për gjëmuj, masat me rrafsh, a linja komplet, që prej deri në fund, e shtella që do ketë. E ka ata 10 vjet, këtu janë. S'ka marrë masat atje. E kita shkuar që s'ka ku presh se ka deri i ri. Po, se Framorani. Ja por se si kështu. Kështu pa energji elektrike hiç. Nuk është ja por shtyllat janë këtë tash 30 vjet dënume, janë të pa stabilizuar hiç. Janë shumë jashtë rregullit, jashtë standardit. Me lehekrit sot 2026. Me lehekrit s'ka asnjë mundësi. Po tash nuk e di kur të vinë drejtat shifit se sa da më është bë. Nuk e di. Pa energji. 17 familje na pas edhe energji hiç. Që shifet e rinë është nuj komplet. Sigur një fëmijë të shkon në shkollë, hasëm ta edhe bie viktim. Tana herë shteti këto funksionon vetëm kur të bëhet e keqja. Se kur tjetë e mira nuk bëhet hiç. Shërbim zero.